Fakulteti Ekonomik në Shkodër ka 12 programe studimi ku 3 prej tyre janë si rezultati i bashkëpunimit me universitetet të tjera rajonale. Bashkëpunime të tilla ishin në fokus edhe të ditës ndërkombëtare, e cila u organizua me pedagogë të ardhur nga vende të ndryshme. Aktivitetin e sotëm e kemi titulluar Dita Ndërkombëtare, International Day. Është një aktivitet i cili organizohet në vazhdim të aktiviteteve për 30 vjetorin e Fakultetit Ekonomik. Është hera e parë që organizojmë një event të tillë dhe qëllimi i tij është rritja e bashkëpunimit mes universiteteve, sjellja e ideve dhe eksperiencave në drejtim të ndërkombëtarizimit. Në fakt, Fakulteti Ekonomik është krijuar 30 vite më përpara duke mbështetur në modelin amerikan të biznesit dhe në fokus të punës tonë ka qenë gjithmonë ndërkombëtarizimi. Jemi pjesë e një sër projektesh prej të cilave të financuara qoftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe nga Bashkimi Evropian, projekte prej të cilave kemi përfituar shumë në përmirësimin e infrastrukturës, në rritjen e kapaciteteve të stafit, në rritjen e numrit të shkëmbimeve, të mobiliteteve të studentëve dhe të pedagogëve, dhe ajo që është më e rëndësishmja në hapjen e programeve të reja të studimit. Aktualisht Fakulteti Ekonomik ofron 12 programe studimit, ndër të cilat 3 janë të hapura pikërisht nga këto bashkëpunimet me partnerë evropian. Sfida aktuale e Fakultetit Ekonomik mbetet hapja programeve të reja të studimit si diploma të dyfishta me partnerë të tjerë evropian. Unë shpresoj shumë pak që ky event të kthehet në një traditë për Fakultetin Ekonomik, sepse e shoh si një mundësi shumë të mirë të rritjes së bashkëpunimit me universitetet të huaja. Në këtë takim pedagogët e njohur solën eksperiencët e tyre nga universitetet evropiane dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa folën edhe për rëndësinë se si universitetet mund të bashkëpunojnë edhe më shumë për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik mes shteteve të rajonit, ku bën pjesë edhe Shqipëria. Dita ndërkombëtare erdhi në vazhdim të aktiviteteve që fakulteti ka organizuar përgjatë javës në kuadër të 30 vjetorit të krijimit.